zoti Krafor, tenderi për portin e ri në Porto Romano sapo u anullua. Flasim për një tender prej 400 milion lekësh, të cilin e pretendonte kompania ruse. Pse u tërhoq qeveria dhe a mendoni se pati ndikim thirrja amerikane pasardhësit tuaj Van Cleef për të rishikuar projektin? E pash lajmin sot që ishte tërhequr dhe unë ishin e dini që ishin ca firma grek që ishin në tender dhe kemi dëgjuar që mund të ishin disa grupet ruse mbrapa ata, nuk e di nëse është konfirmuar apo jo. Por letër që e pash nga kryetari i Dhomës Amerikane tashme, Van Cleef, përmendi që këtë është një rast që Shqipëria ka edhe mund të ndodhë vetëm një herë. Dhe nëse kemi mundësi të shikojmë për të përmirësuar situatin, duhet të shikojmë. Kështu që nëse standardet e Evropës janë për një port që mund të jetë më të madhe, një port që mund të menaxhojë edhe gazin LNG, këta është diçka që ndoshta duhet parë me sa që pashun nga media, ata që ishin tender u tërhoqën sepse nuk kanë përmbushur kushtet për të dorëzuar financiarët e tyre brenda kohës. Kështu që nuk mund të kishte edhe një arsye tjetër, por unë besoj që në fundit shqiptarët duhet të vendosin çfarë të bëjnë, por nëse ka një rast të tillë, është mirë për të bërë sa më mirë. Në emailin drejtuar qeverisë, Van Cleef shkruante se portet ndërtohen një herë në shekull dhe gabime strategjike mund të ndikojnë fatin e një vendi për një shekull. A është ky një paralajmërim se Shqipëria rrezikon të bëjë një gabim historik? Nëse ata ndërtojnë një port që është më të vogël, siç mund të ishte, ose më të vogël si standardet, këta do thotë që do jenë kufizuar. Kështu që nëse porti është një pikë që është kufizimi, do ndikojë gjithë ekonomia. Kuptohet që çdo, le të themi, derë për të hyrë në Shqipëri është, le të themi, një vend që mund të ngushtohet mundësia. Nëse ka një aeroport të vogël, do thotë që do kemi ngushticë atje. Nëse kemi një port më të vogël, do kemi ngushticë atje. Nëse ka ata pikë kufitare në tokë që janë ndoshta nuk menaxhojnë dot një sasi më të madhe, edhe këtë është një pikë që mund të kufizojë ekonomia. Kur ne po flasim tani për portën, është shumë e rëndësishme sepse porta lidhet edhe Kosovën me botën. Kështu që ne jemi në pozitë që mund të shikojmë sa mund të bëjmë, domethënë të mos kemi një tavan në rritjen e ekonomisë, një tavan që është më ulët se standardet. Gara nisi me disa kompani të mëdha europiane dhe përfundoi me vetëm një operator. A ishte ky një tender real apo një procedurë që u boshatis gjatë rrugës? Nuk jam i sigurt. Kam dëgjuar disa ankeset, por në fundit nuk ka rëndësi sepse ishin tërhequr gjithë, kështu që do fillojmë, besoj, jo nga fillimi, sepse kemi disa parametër specifike që duhet të jenë përmbushur edhe nga ata që do ndërtojnë portën në fundit. Por besoj që Evropa ka një standard dhe mirë do ishte për Shqipëria të ketë një port që është aq, domethënë më të madh brenda standardet që mund të jetë. Nëse porti tregtar nuk zhvendoset në Porto Romano, çfarë ndodh me projektin e Durrës Marina dhe kullat që parashikohen në portin aktual të Durrësit? Nuk jam shumë i sigurt, unë ishe përfshirë me disa gjermane kur ata kishin portin e Bruto para disa vjet dhe kishin problemet me koncesionet e tyre dhe në fund u tërhoqën ose kanë shit të drejtat e tyre. Nuk e di nëse ata që kishin ndërmend të ndërtojnë villet atje në port do vazhdojnë. Ishte një kritik nga disa njerëz që ndoshta nuk do jetë një investim tamam, por mund të jetë vetëm një
mobilizimi parash që vjen nga jashtë, edhe nuk është një, le të themi, nxitje së ekonomisë shumë të thellë nëse është vetëm për të ndërtuar edhe një pallat tjetër në Bregdet. Kështu që ne kemi një rast që është ndoshta vërtet një rast një herë në shekull, edhe nëse e bën gabim tani do jetë një kufizim, një pikë kufizim edhe për një shekull. Kështu që këta është fakti. Edhe shpresoj që kur ata rishikojnë mundësitë për të ndërtuar një port të ri, do marrin një hapësirë që të mos vë një tavan ose kufizojë ekonomia shqiptare edhe Kosovës duke parë të ardhmen. Spaku ka sekuestruar dokumente për këtë projekt. A mund të lidhet anulimi i tenderit me frikën nga hetimet dhe përgjegjësitë ligjore? Mundet, por është spekulim nga informacionet që kam unë, me qenë se është pezulluar tenderi, nuk e di nëse ishte paguar diçka përpara ose ka spekulim që ishte paguar diçka që jo të duar, por besoj që pavarësisht nëse ka ankeset për korrupsion, në fundit nëse ndërton një port, edhe porti nuk është në standard, nuk ka rëndësi nëse kishte korrupsion ose nuk kishte korrupsion, do ketë një ndikim shumë të thellë në ekonomitë e Shqipërisë, edhe të Kosovës, edhe besoj mundet edhe në Maqedonisë. Kështu që besoj që mirë është për të rishikuar brenda standardeve të Evropës, edhe të ketë një port që është më robust, domethënë më të madh, më të fortë, siç mund të kemi brenda standardeve. Argumenti kryesor i amerikanëve lidhet me korridorin 8 dhe rolin strategjik të Shqipërisë në rajon. A rrezikon vendi të mbetet jashtë rrjetit kryesor logjistik të Mesdheut nëse projekti nuk do rishikohet? Besoj që gjithmonë rrezikohet nëse ata pikë kufitare të Shqipërisë janë të vogël, atëherë do thotë që ata tregtarët që do bëjnë tregti mund të përdorin Shqipëri vetëm për një sasi të kufizuar. Edhe nëse kanë nevojë më të madhe, duhet të shkojnë nga Greqia ose nga një vend tjetër. Kështu që besoj që është rëndësishëm të kemi maksimumin edhe potencialin që mund të kemi brenda kontekstin e gjeografisë. Në propozimin amerikan përfshihen edhe partnerë nga SBA-ja, Italia, Holanda dhe Turqia. A mund të jemi përpara një projekti të ri shumë më të madh dhe me përfshirje të drejtë për drejtë të NATO-s? Besoj që çdo gjë që ndodh brenda portin duhet të jetë brenda kontekstin e NATO-s, dhe këtë është shumë rëndësishëm edhe është domosdoshëm. Kështu që unë nuk e kam parë projektin, nuk jam përfshirë me sugjerimet që ishin bërë nga kryetari i Dhomës Amerikane, as nga ata që ishin përpara. Por logjikisht duhet të përmbushet edhe standardet e NATO-s, edhe standardet maksimumit të BE-s, të kemi të mos kufizojmë potencialet tonë. Nëse do ndërtohet një port më i madh në Porto Romano sipas standardeve të NATO-s, a do ndryshonte kjo rolin strategjik të Shqipërisë në rajon? Ka mundësi për të ndryshuar, por këta varet nga çfarë do jetë vendosur. Besoj që për momentin edhe afat shkurt ne jemi siç jemi dhe jemi pak të kufizuar. Nëse kemi mundësi për të zmadhuar potencialin, duhet të marrim në konsiderat këtë dhe duhet të bëjmë këtë. Në fund, a është anulimi i tenderit një dështim i qeverisë apo shansi i fundit për ta ridimensionuar projektin dhe për ta kthyer Shqipërinë në një nyje të rëndësishme logjistike në Mesdhe? Besoj që çdo hap përpara nganjëherë ka dy hap përpara dhe një hap mbrapa. Për mua nuk është rëndësishëm kush e ka fajin, por është rëndësishëm që njerëz kanë rishikuar edhe kanë konsideruar që një projekt mund të jetë më të mirë. Dhe në fundit duhet tani është kohë për të bërë jo vetëm një hap ose dy hap, por 5 hap më parë, edhe të vazhdojmë me ndërtimin e portit me potencial që mund të ketë maksimal. Faleminderit shumë për kohën.